mujore, por le të shohim pak mendimin në regjistër tabela e dytë, ju lutem, se si ndryshon pensioni i gjithë secilit. Unë kam marrë për pensionin e plot në qytet, pra urban, një pension prej 300.000 lekësh. Në rast se dikush e ka pensionin 300.000 lekë, sot që flasim, në janar të 2026 do ta ketë 318.000 lekë. Kjo është rritja sipas skemës. Në vitin 2027, por në janar, do ta ketë 336.000 lekë. Në vitin 2028, por në janar, do ta ketë 354.000 lekë, dhe në vitin 2029 do ta ketë 372.000 lekë. Këtu nuk përfshihet indeksimi që në një farë mënyrë e rrit në varësi të inflacionit. E rrit këtë shumë që del deri në vitin 2029 për 372.000 lekësh. Ndërkohë, te pensioni i pjesëshëm ka marrë pension e pjesëshëm 200.000 lekë. Eliza nuk e di, ndoshta zakonisht janë më të vegjël, po unë e kam marrë si për ta kuptuar më thjesht. Në qoftë se dikush e ka pension e pjesëshëm 200.000 lekë, në janar të 2026 do të marrë 208.000 lekë. Në janar të 2027 do të marrë 216.000 lekë, në janar të 2028 do të marrë 224.000 lekë, dhe në janar të 2029 do të marrë 232.000 lekë pension nga rritja e fundit. Në rast se dikush ka pension rural 10.000 lekë ose 100.000 lekë të vjetra, pak a shumë pensioni rural mesatar që ekziston në Republikën e Shqipërisë. Në janar të 2026 do të ketë 110.000 lekë pension. Në janar të 2027 do të ketë 120.000 lekë pension. Në janar të 2028 do të ketë 130.000 lekë pension dhe në janar të 2029 do të ketë 140.000 lekë pension. Kjo është rritja e pensionit për ata që jetojnë në fshat. Pension familjar, edhe këtu ka marrë mesatare 10.000 lekë, pra 100.000 lekë të vjetra, këtu do jetë rritja 107.000 lekë në vitin 2026, 114.000 lekë në vitin 2027, 121.000 lekë në vitin 2028 dhe në vitin 2029 128.000 lekë. Përsa i përket pensionit të invaliditetit, ka marrë një mesatare prej 200.000 lekësh, pak a shumë, dhe dikush që ka pensionin sot 200.000 lekë do të ketë një rritje prej 6.000 lekësh, pra 206.000 lekë në janar të 2026, 212.000 lekë në janar të 2028, 218.000 lekë në janar të 2028, pra dhe në janar të 2029 do të ketë një pension prej 224.000 lekë. Kjo është pak a shumë skema, pa përfshirë edhe njerë indeksimin që në një farë mënyrë do të arrisë. Indeksimin nuk ndryshon, për vitin 2026 do të jetë 16.5 milion euro të parashikuara në buxhet, por edhe këtë vit ishin parashikuar më shumë para, por u shpenzuan më pak pasi inflacioni rezultoi më i ulët se i vitit paraardhës. Përtej gjitha diskutimeve dhe nisë që neve bëjmë, të rrisësh pensionet. Ja vetëm një sekondë, është një qytetar që pyet, unë e kam 400.000 lekë në muaj, thot 18.000 lekë do të jetë çdo muaj, po, do të jetë çdo muaj. Pra gjithë viti do ketë 418.000 lekë. Duhet të sqarohet që 18.000 lekë nuk ndryshon nga pensioni i janarit me pensionin e shkurtit. Jo, patjetër. Kjo është ajo. Në rastin e pensionin e janarit, ai merr 418.000 lekë, aq do jetë në shkurt deri në tetor kur bëhet indeksim. Dishtohet një 3-4.000 lekë tjetër. Nëse më lejon dhe zotëria për ballë që kam, të kuptohet që kur flasim, kaloi një vit, Denis, dhe nga 400, apo 200, është më mirë 200 që sepse jemi kemi mesatare, nga 218 shkoj 236, duhet kuptojmë që duhet t'i bëjmë këto lëvizje herë 12. Kjo është e rëndësishme me çfarë, domethënë erdhi si thua kumti i ri qeveritar, që nuk e ke më një herë në vit. Pra në qoftë se ti thua që në fund të këtij viti do kesh dhe 18.000 lekë të tjera pensionin mesatar mujor, këtë 18.000 lekë do ta shumëzosh me 12 muaj. Sepse sasia e parave shtesë që do marrësh gjatë atij viti në krahasim me X-in që ke tashti, është pikërisht 18.000 herë 12, që po ti bësh llogaritë del 360.000. Pra, është diçka që duket. Dhe 360.000 nuk është një bonus i dhjetorit, sa do i majmë të jetë. Po, kjo është për kategorinë më të privilegjuar këtu, do ta themi këtë. 216.000. Doja të flisja 216.000 lekë. Doja të flisja për mesataren. Pra, ai që është në pensionin 200.000 lekë sot.
Se sot... Po, është njësoj me bonusin, e thamë këtë. Edhe njëherë, nuk është njësoj me bonusin. Po, pjesoj me bonusin, del 12.500 lek në muaj, aktualisht. Edhe njëherë. Po, tani merë 216.000 lek. Pra 18 muaj. Jo, është 2027, në e që thoni ju. 2026. Jo, për një vit është 216.000 lek. Që në një shkurt e kanë 18 plus në muaj, herë 12. Kjo është kategoria e pensioneve më të larta. Po, zotin Çoçoli tha që po diskutonte për pensionet 200. Rritja më të lartë. Pensionet e vogla. Po, janë 521.000 pensionistë aty. Kolegja juaj tha, kur ishi para 10 ditësh, që kufiri varfërisë sipas Instatit në Shqipëri është 270.000 lek vitin e shkuar. Dhe po ta shikojmë të tabelën, jo vetëm në 2026, por në të gjitha vitet, edhe sigur ta marrim të mirëqen që do bëhet kështu në 2029, vetëm ajo rreshti i parë i tabelës e te kalon vlerën e kufirit varfërisë. Gjithë të tjerat, po të shikosh, nuk ka asnjë vlerë aty, që është mbi... Këto i ka marrë unë, nuk është se unë ka marrë një mesatare. Po, në rregull, po nuk ka si vlerë atje. Pensioni pjesë shumë zakonisht, po ka marrë një mesatare. Ka si vlerë atje. Sot është diku te 200 euro. 190.000 lek. Pas indeksimit ka shkuar 197.000 lek. Dekord. Po, asnjë nga këto pensionet, në të gjitha rreshtat me përjashtim të parit, nuk e kalon kufirin e varfërisë. Që do të thotë, sipas Instatit, 1 në 5 persona në Shqipëri janë të varfër, 2 në 5 persona janë rrezik varfëri. Ai grupi parë janë 420.000, pra janë pothuajse 60% e pensionistëve. Ai grupi parë. Thash për korrektetë, thash me përjashtim. Jo se është grupi parë, pra është grupi më 60%. Jo nuk është 60%. Është 420.000 nga 630.000. Si gjesh, po janë gati 800.000 tham tu apo jo? 800.000 me ato që të dalit. Ne kemi 721.000 janë total, jo 750.000 dëgjova një shifër para disa ditë. 721.000 pensionistë që janë në vend, nga të cilët diku te 320.000 janë me pensionet pjesëshme. Po, pjesa tjetër që janë të plotë. Denis, vetëm për të vazhduar dhe logjikën e Çoçoli. Po, janë jo po thoja që jemi shumë larg standardit të kufirit të varfërisë, domethënë në atë minimumin si thuaç jetik. Ka dhe një